Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e Bëricjapit. Bëricjap do ta filloni javën e parë të qershorit me një padurim të jashtëzakonshëm, sepse prisni të merrni përgjigje për diçka që është shumë e rëndësishme për ju, për diçka që e keni shumë për zemër, për diçka që ju entuziazmon pa mazë, është diçka me shumë vlerë për jetën tuaj. Mund të ketë bëj me punën, mund të ketë bëj me parat, me financat, me anën, me karrierën tuaj, me të ardhmen tuaj, për disa Bëricjap edhe ju prisni të merrni përgjigje për një projekt, për një vend të ri, për një rritje në detyrë, për një aplikim që keni bërë. Nuk do të vi përgjigje në fillim të paktën të qershorit, edhe kjo do t'ju bezdis, do t'ju duket ajo java e parë, sigurisht një javë do t'ju duket si një muaj, kaq ngadalë do të ecin gjërat. Dhe do të keni edhe momente sigurisht që ndjeni të frustruar, ndjeni të mërzitur, ndjeni pesimist, nuk do bëhet, ndoshta s'ka për t'u bërë, prandaj po vonohet, se s'ka për t'u realizuar, do keni situata të kësaj natyre. Kujdes edhe me bisedat me të tjerët, se do ndjeni edhe pak të bombarduar nga opinionet të ndryshme të njerëzve, ajo do t'ju mërzis, do t'ju demoralizoj edhe më shumë. Në momente të tilla mirë është që thjesht të dalësh, thjesht të bësh diçka tjetër për ta hequr mendjen nga ajo çfarë ti pret, se do të vi në momentin që është caktuar për të ardhur, sa më shumë ta stresosh veten ajo është e kot, kështu që dil, argëtohu, shprezo kohën në natyrë, shijo kohën e mirë, diellin, ri mbushu me energji dhe jepi kohën çdo gjëje. E rëndësishme është që ti të kesh mbyllur procesin tënd, aplikimin, gjithçka që ti vetë e ke në dorë që duhet ta bësh. Pjesa tjetër pastaj lejoja kohës, fatit që të marrë rrjedhën e vet. Të njëjtën energji do të ndjejnë edhe ata që janë në një marrëdhënie në fillimet e para, le të themi, ku keni marrë një lloj pëlqimi nga ana e palës tjetër, edhe një lloj konfirmimi nëpërmjet gjërave të vogla që mund të kenë ndodhur, për shembull ju ka bërë like në foto apo sheh story tuaja, ju komenton, ju ka shkruar disa mesazhe, por nuk ka ndodhur akoma ai momenti konkret i një takimi apo ai momenti ku është shprehur vërtet pëlqimi e gjithçka është bërë konkrete dhe ju e prisni me padurim kur do më shkruaj, kur do flasim, ose dikush mund edhe të ketë filluar atë 2-3 takimet e para dhe thoni po pse s'po më shkruan, nuk është konsistent në atë pjesën e komunikimit, ka ditë që jemi mirë dhe flasim shpesh, ka ditë që nuk më flet, e kjo do keni ato, do t'ju krijoj pikpyetje, do thoni është vetëm me mua, apo është edhe me një person tjetër. Në fakt, këto muajt në vijim do t'jenë pak të vështirë për Bëricjapët në përgjithësi, sepse Jupiteri, planeti i fatit, futet në Gafore, dhe Gafore është shenja e kundërt me ju. Është 180 gradë, pra imagjinojeni sikur fatin e keni më larg, e keni shumë më në anën tjetër komplet, është shumë larg nga ju. Gjërat përgjithsisht do t'ju rekomandoja Bëricjap vetëm nëse ti ke lindur në vitin e gjarprit, se jemi në vitin e gjarprit, se është 89 për shembull, apo 2001 që janë viti i gjarprit, por nëse ke lindur në vite të tjera, këto 6 muajt e ardhshëm të 2025-s nuk janë shumë të favorshëm për të marrë riskje, për të marrë vendime, për të marrë iniciativa, për shkak të këtij pozicioni astrologjik, pra të largimit të Jupiterit. Prandaj mundohu që gjithçka ta vazhdosh një lloj pa riskuar në qetësi, merre pak si pauzë, le të themi, pjesën tjetër të vitit. Në javën e dytë unë shikoj që do të ndodh ajo momenti shumë pritur, do të vi, do të merrni atë konfirmimin pozitiv, do të merrni lajme që do t'ju gëzojnë pa mas. Ju shikoj që do hidheni në veprim, sepse e prisni kaq shumë sa nuk do mendoni për të gjitha gjërat e tjera që duhet pyesni apo që duhet keni parasysh. Ju shoh edhe pak naiv Bëricjap në javën e dytë, pak naiv në këtë rrugtim të ri, pa i menduar gjërat, vetëm sepse ju pëlqen, vetëm sepse është fikse ajo që doni të dëgjoni. Kjo mund të ndodhë për
ata që janë në këtë fillim të kësaj njohje, mund të merrni një justifikim, për shembull, kam pasur shumë punë, s'kam pasur mundësi të shkruaj, apo kam pasur, më ka dalë diçka dhe prandaj s'kam pasur mundësi e të tjera. Nuk do t'i nga që e pëlqeni shumë personin, keni shumë interes, nuk do të futeni të gërmoni më shumë apo të pyesni më shumë, të shikoni se çfarë ka dashur realisht, çfarë ka bërë gjatë kësaj kohe, po mund të jetë diçka tjetër në fakt arsyeja. Nuk është ky justifikimi konkret, është një gjë tjetër në këtë mes. E njëjta gjë vlen sidomos edhe për çështje pune, kur do të riskoni diçka, do të filloni një punë të re apo një projekt të ri apo një gjë që është e rëndësishme që mund të ketë bëj edhe me një rrugtim të largët apo të ndryshosh vendin se ku jeton, pra kur është një vendim shumë i rëndësishëm, pavarësisht se mund të jetë një dëshirë që ti e ke pasur prej kohësh, mund të jetë një ëndër e jotja që thua më në fund do bëhet realitet dhe do shkoj të jetoj në këtë vend, sigurohu që ti dish gjërat mirë, që mos të bish nga shiu në breshër, në një situatë edhe më problematike. Ti dish të gjitha, ti kesh të gjitha ato pikpyetjet e tua të zgjidhura. Se mund të ndodhë që disa për jush mund të rëmbeni edhe në fund ju del diçka që tjetër nga ajo çfarë ju kishit imagjinuar si fillim. Java e tretë do të jetë një javë mirë për çështje që kanë të bëjë me punën. Ju shikoj që arsyeja pse ju ofrohen edhe njerëzit duan të punojnë me ju, është sepse e din profesionalizmin tuaj, britsjap. E din se sa të aftë jeni, e din se sa shumë punoni, e din se sa i përkushtojnë çdo gjëje në maksimum, më shumë se të gjitha shenjat e tjera, ju jeni ato që mund të punoni me orë më të zgjatura se kushdo, me një dedikim të jashtëzakonshëm, prandaj njerëzit duan të punojnë me ju, po keni edhe shumë persona rreth jush që duan të përfitojnë, pra të marrin nga eksperienca juaj, të marrin nga kjo nga gjithçka që ti ke bërë dhe ta përdorin për interesat e veta. Që duhet të tregojnë edhe pak dinak, pak të zgjuar për ta parë situatën se çfarë është vërtet me levërdi. Dhe mund të duket si diçka që ju prezantohet apo ju shitet si një gjë që ty të levërdisë dhe është e mirë për ty, por në realitet nuk është në favorin tënd dhe nuk është opsioni më i mirë i mundshëm. Mos haro që ti këtë potencial që ti ke, këtë kualifikim që ti ke, këtë etik pune që ti ke, nuk e lakmon vetëm këto persona me cilët do të punosh gjatë qershorit, po edhe shumë e shumë të tjerë e lakmojnë dhe mund të duan të paguajnë më shumë apo të ofrojnë akoma edhe mundësi më të mira. Një gjë që po të ofrohet që ti e mendon, ua, kjo është një gjë fantastike, në fakt ka personat e tjerë që mund të ofrojnë edhe shumë më shumë se sa kaq, po ti nuk e di, ti kënaqesh me pak se di që ka edhe më mirë, që ka edhe më shumë. E thua, kjo kaq sa po m'japin është mjaftueshëm. Java e fundit, sidomos, do të jetë ajo javë ku nëse ke mundësi në rrethin tënd, nëse ke një person që ka energji të fortë ajri, ascendentin ose shenjën e diellit, në binjak, në peshore ose në ujor, dhe nëse është në të njëjtën fushë me ty, sidomos në aspektin profesional, bisedo me këtë person, nëse ke kontakt, ke një raport miqësor që mund të të ndihmoj, mund të të orientoj, në të kundërt, nëse je ti vetë përballë një personi të tillë, duhet të kesh parasysh dhe marrëveshjen e punës e ke me këtë person. Ky është një person për çështje që kanë të bëjnë me biznesin i pamëshirshëm. Më thënë, nuk do t'ja di për anën sentimentale, nuk do t'ja di për asgjë përveç pjesës së financave, fitimit, rritjes së biznesit, vetëm këtë gjë. Dhe është një person goxha i ashpër që gjërat ti thot ashtu siç i mendon, si ti thot prerë, është njëri që ka shumë eksperiencë dhe eksperiencën e ka fituar me dhimbje, me vështirësi, me shumë sfida. Është në një pozicion të lartë, është në një pozicion drejtues. Ky person është njëri i pushtetshëm, njëri shumë i suksesshëm,
po duhet të tregosh shumë zgjuarsi edhe ti vetë në lidhje në bisedë me këtë person. Duhet ta menaxhosh me shumë kujdes situatën, sepse është shumë e lehtë për të rënë pre e lojrave, se ka një inteligjencë të jashtëzakonshme për të rënë pre e situatës edhe ky person të përfitoj prej teje, të ofroj diçka që ndoshta nuk është edhe aq me levërdi për ty. Prandaj thash, studioje më mirë tregun, shikoj më mirë mundësitë tua, se çfarë mund të bësh. Për dikë ky mund të jetë edhe një person, për disa bërqape shikoj se diçka specifike që ka të bëjë me punën, po nëse është një person i familjes që do të përpiqet që t'ju sulmoj disi, një person që në këtë situatë shikoj që është i ndar, i divorcuar, apo një person i ve, që një grua e ve që jeton vetëm, që ka pasur vështirësi edhe sfida të shumta në jetë, ky person mundet që ato pasiguritë e veta, ato frikrat e veta ti projektoj tek ju, që shiko se nuk do kesh fat në këtë drejtim, apo jeta është e vështirë, apo jeta është kështu, apo jeta është ashtu, për të futur në atë zymtësinë e mendimeve të veta, se nuk i ka ecur jeta vetë, e shikon me një këndvështrim shumë të ashpër, shumë të errët, edhe të njëjtën gjë do t'ju mbush mendjen edhe ju. Përpiquni që t'jeni sa më të kujdesshëm. Prandaj edhe për këtë muaj, por sigurisht në çdo kohë kur keni nevojë për këtë energji, unë sigur nga orakulli i kristaleve ju rekomandoj kianitin. Dhe mesazhi thotë përdor intelektin dhe diplomacinë për të zgjidhur këtë çështje. Shumë e rëndësishme, sidomos për ata bëricjap që kanë çështjen që lidhet me punën, dhe nëse kanë e pror këtë person që duhet merrni një marrëveshje dhe bëhet fjalë për para, bëhet fjalë për të ardhmen tuaj, anën profesionale tuajën, do të jetë shumë e rëndësishme që ta mbani me vete këtë gur, sepse është guri që lidhet me pjesën e komunikimit, me çakrën, pikën energjetike në fyt, që ju ndihmon të shpreheni siç duhet, ju ndihmon tek pjesa e përqendrimit, ju ndihmon me memorien, që të keni kujtesë më të fortë dhe të mbani mend gjithçka, por edhe me pjesën e diplomacisë. Bërqapët e kanë pak të vështirë të shprehurit, sidomos të shprehurit me autoritetet, me persona që janë në pozicione të caktuara, e keni pak të vështirë këtë gjë, e keni është si lloj sfide për bërqapët, nuk ndiheni shumë komod. Është një gjë që duhet ta arrini me punë, me shumë sakrifica, me kalimin e kohës, sidomos bërqapët që janë nën moshën 30 vjeç, zakonisht e kanë edhe më sfidë këtë pjesë. Dhe mbajtja e kianitit ose lapis lazulit janë dy nga kristalet më të fuqishëm që ndihmojnë në pjesën e komunikimit, në pjesën e diplomacisë, po edhe në çështje që kanë të bëjnë me familjen, nëse ky është një person që vlerësohet në familjen tuaj dhe nuk doni që të keni, le të themi, të keni debate, diskutime, duke pasur kianitin me vete si gur, ju ndihmon në balancimin, në krijimin e një situate shumë harmonike, në komunikim, në gjithçka, që edhe ato momentet e sikletshme t'i kaloni me kujdes dhe me diplomaci. Nëse jeni të interesuar për stoli me kristale dhe gur të çmuar, tek websajti im në www.goldentruthtarot.com mund të gjeni stoli të një cilësie shumë të lartë, mund të gjeni varse, byzylyk, vath, varse, të shumë llojshme. Futuni tek websajti, shikoni se ka gjëra vërtet shumë të bukura, dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës, linkun e gjeni këtu poshtë tek video në www.goldentruthtarot.com, mund ta gjeni edhe tek përshkrimi. Kjo është gjithçka që unë shikoj për ju bëricjap, ju uroj të gjithëve një muaj të mbar, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem shpërndajeni edhe me miq dhe familjarë të tjerë, dhe bashk do dëgjohemi në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.